E ka një të ndershëm, edhe punëtorët, që shikoni vetë që jena punëtorët, janë zënë vendime për plotësim ndryshim të vendimit të 2013-s, e këtheni pikën 0. E këtheni pikën 0. Qysh? Zyra ligjore nuk e ka këtë mandat. E kush e ka? Drejtoria provës. Po ti do të më shoh drejtorisë provës se ti, Vispak, a je ti për Vispak, ti je shef, ti Jemi porran. Vispak. Është porran. O Është e pa lehtëshme kontrata me fajin Sekollit. po da? Çush mund të një njeri ndershëm, më thonë është e pa lehtëshme të kon drejtor edhe nuk i propozon kryetarit me shkput. Ti je shef i zyrës të zyrave. Ti e ki vendim, ti merresh me vendime juridike. Po jorran, ju edhe kryetarin. Bimi. Se bimi pro nuk e çon në email. Shkruaj te pezyrës së Është mandat marrë i zyrës ligjore. Që do më çon bërë mua. Si e komentoni ju këtë deklaratë të kolegut tuaj? S'pari mu vjen keq nëse e ka bëja atë punë. Sepse unë çdo që kam thonë në drejtimin siç ju thash juve që drejtoria e provës nuk është kompetent me zbatu vendimet e gjykatave, po shkojnë përmes zyrës ligjore dhe regjistruohet në katastër. Do të pse ai ka fol kështu mu vjen keq për to, po unë nuk besoj që është njëri keq ai. Madje në këtë takim, këshira përdor një gjuhë as pak të përshtatshme. Na tha kryetari prezent, na tha jemi bashkë, merr në vesh, që bënë rekomandimin të quat. Kryetarit, edhe bimit të një. Ja fjallin shqiptarit. Gjanin e jurist, që e sen që të rekomandim, une ja vleroj këtë propozite. Që dhe bësh, nuk e ti shka mirë, po një pas juve. Dhe që atëm të i kryetarit, a je që të në me kryqit punë. A ki me kryqit punë. Kuna mi thonë? Kryetarit të unë. Po? Edhe bimit. Une jam shojt për këtë pozit, le ta bjen dikën. Nëse nuk e kryjnë që të punë, kur t'ja vlerojnë që të pozit. Sukur për gjak këminje, këtë dy.